Titujt kryesor të gazetave hënë 17 prill 2017, Gazeta Panorama, zbardhet vendimi, qeveria, skema e re për pensionet suplementare. Këshilli i SSH-s ndryshon skemën e pensioneve suplementare, pensionistët që punojnë nuk do ta përfitojnë, kushtet për të mos paguar kontribute. Rrëfimi i shkreu të policisë së Tiranës, biseda me Cukun 15 minuta para vrasjes, intervista, flet Tonin Vocaj, arsyeja e vrasjes së komisarit ndërmjetësova pajtimin me familjen Daka. Koalicioni i PS-s, Rama nis takimet me partitë e vogla, Ulqini kontakte me aleatët, Gjinushi kërkon listën e PS-s. Vinë negociatorët, Meta flet për dialog, kryemadhi kur Rama sulmon Bashën, ikin vende pune. Nxënësi Turgut Ozal përfaqëson Shqipërinë në Teksas, senatori SBA-s, misioni i Mekej në Tiranë, takim me shefin e opozitës së Iranit. Si më futën në çmendin se i kërkova Enverit mos mbyllte kishat. Hezitimi i Metës dhe Zukatit për zgjedhje pa opozitën. Çfarë pritet më 18 qershor? Shekulli. Pronat, kompensimi për vendimet e 95-s, agjencia zbart procedurën për ndarjen e parave për 5000 dosjet për cilat ju bëri vlerësimi, 4 mënyrat e vlerësimit të pronave, për herë të parë ndarja e fondit me përqindje. Subjektet me një vendim përfundimtar aplikojnë me kërkesë të veçantë për kompensimin financiar. Europarlamentari, kanabisi në Shqipëri më mirë legalizim me rregulla të qarta. Deputeti i Pesyjeve, Fabio Massimo Castaldi, e sheh si mënyrën më të mirë për t'i prerë rrugën lidhjeve të krimit. Kriza politike në Shqipëri të ndërhyjnë Mogherini, Juncker apo Tusk. BE-ja nuk mund të jetë spektator. Gjykata rrëzohet pjesërisht nisma e PD-s për ligjin e vetingut. Pashkët zbusin politikën, Basha e Ruçi shtrëngojnë duart. Palët larg tryezës, Meta apelon për dialog, kryemadhi Sajr grindën në Rama dhe Basha në 100 vende pune ikin nga Shqipëria. Referendumi, Erdogan merr besimin e turqëve për kushtetutën e re. Vendimi vrau gruan dhe plagozi kunaton, gjykata e shtron në spital Lilën. Investimi nga Turqia në Manës, ish ushtaraku lë profesionin për turizmin në fshat. Adriatik Bërdaku, jeta e fotografit dhe bashkëpunimi me aktorin Remo Xhirone. Gazeta shqiptare, kandidatët për deputet PS shpall listën më 5 maj. Ja kush do të sakrifikohet në ditën e dëshmorëve dhe kryesuesit e qarqeve. Kryeministri rikandidon në Vlorë, i pari në listë të Tiranës do të jetë Sajmir Tahiri, Bushati kryeson Shkodrën, Mimi Kodheli në Elbasan. Qyteti dhe bulevardi politik i tij, në emër të Ballkanit pa e pyetur Ballkanin. Jera Kryja, mënyrat si ta trajtoni pa ilaçe dhimbjen e kokës. Përmbytet në Shkodër lista e 13 me të dëmsh për Blyrit. Vrau e groposi kushëririn, Zaka në gjyq, mëshau rënd nga gruaja. Kryemadhi të shqetësuar për konfliktin politik ndikonte qytetarët. Atentatin ndaj Cukut, fqinjit konfirmojnë, ky është autori. Ndryshimet në kushtetut fiton Erdogan, Stambolli e pret me revolt. ATP statusi çdo prone në Fier, Lushnjë dhe Mallakastër. Gazeta Dita, vinë sot, vinë kot. Ministri i jashtëm gjerman dhe ministri i jashtëm holandez sot në Tiranë për të nxjerrë Bashën nga çadra, po ai duhen Bashës negociator, pritet të vijë kryetari i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian David McAllister, por skenari i Lulzim Bashës është mos futja në zgjedhje, nëse ai është i vendosur të shkojë deri në fund vendimit të tij, e gjitha kjo është kot, negociatorët nuk kanë çfarë të negociojnë. Ata vetëm do të pozojnë dhe do ikin. Shëndet, këshillat si duhen trajtuar fuçrat e infektuara të fytyrës. Erdogan blindon pushtetin, Turqia bëhet republikë presidenciale. Ish ushtarakët kundër vendimit unifikues të gjykatës së lartë. Ylberi politik i 18 qershorit vetvrasja e PD-s dhe Rrugë Dalja, nëse nuk e përdor fuqinë e votës, mos ma kërko më. Gazeta Tema, BE-shu plak Bashës, hyni në zgjedhje, nuk ndryshojmë qendrim, Han nuk do vi. Sot zbarkojnë përfaqësuesit e Merkel dhe PPS. Nisma Bukan Strajc, Velia i apel prindërve, Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, si për pak në shkatroj çadrën debati për LGBT. Ilir Zeiri, protesta e PD-s nuk ka asnjë sens. Raporti OSBE Odir, polarizimi politik në Shqipëri mund të ndikojë zgjedhjet e 18 qershorit. PD sulmon ash për LSI-n, dihet stili i saj, sulmoi e përfiton. Merr pazarin që do e pastaj të riqet, të shkojë në opozit. Zëvendës kryeministri kinez Zhang Gaoli në Tiranë pas 51 vitesh vizita e nivelit më të lartë zyrtar. Shteti, protesta apo thyrje dhëmbësh për thyerësit eksekutive. Lulzim Basha nxënësi rrugaç që vendos bomba false. Përse Bashës nuk i duhen negociatorë, editorial nga Mero Baze. Mapo, reforma në drejtësi, ligjet e reja, kushtetuese ngrin KLQ dhe KLP-n. Gjykata kushtetuese shfuqizoi disa nga nenet thelbësore të ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, çka sipas ekspertëve bën të pasbatueshëm këtë ligj. Sipas vendimit të kushtetueses, nenet që kanë të bëjnë me mbledhjet plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë janë në kundërshtim me kushtetutën. Ditën ngjeshur negociatash në Tiranë përfaqësues të Merkel dhe PPE. Arsimi para universitar privat nxitës i cilësisë në arsimin shtetëror. Turqit i thon po referendumit, Erdogani shumë pushtetshëm. A flisni gjermanisht? Trumpi parashikueshëm dhe instinktiv, një fitore e PS-s pa opozitën në zgjedhje do të ishte e keqe për të gjithë. Monika Kryemadhi, konflikti politik po tremb investitorët. Pashkët, kisha apel politikës, përgjegjësi për zgjedhjen e krizës. Telegraf, kompania e check-upit Falas fitime të majme, dritroi, ndronim një vdekje më të mirë.
Kriza për zgjedhjet, negociatat Rama-Basha, ofensiv diplomatike në Tiranë, Gjermania kryeson dërgatën e Europës. Agenda në kuvend, kalendari i nxehtë i politikës në 24 orë votohet për vettingun dhe presidentin, s'ka dona fati i koalicioneve. Thirrja për dialog, kryemadhi. Konflikti politik po ndikon në jetët e familjeve shqiptare, humbasin mundësi punësimi. Depot e rezervave të shtetit si u shndruan në punishte dhe laborator për Ashashin. Policia e kërkon të lirohet nga makinat e bllokuara dyshime për përdorimin gjatë fushatës. 55 droga dhe kriminalët, inventari shpirtëror i Ramës. Basha në çadrën e lirisë ngjallet deri lind shpresa për një Shqipëri më të mirë. Presidenti Nishani: jam optimist se politika do gjejë zgjidhjen e dur dhe me më pak pasoja. Shkërmoqet reforma në drejtësi, kushtetuesja shfuqizon ligjin e Edvinis për qeverisje në drejtësi. Kisha Katolike thirrje politikës për dialog që ka përcen krizën jo për monolog. Revista franceze: Shqipëria është kthyer në kazanin më të madh të plerave të Evropës. Erdogan e fiton referendumin por humbet në thuajse çdo qytet të Turqisë. Kadare në Prishtinë dhe generali dështaki Alin Matoshit, e djathta e urdhri 2 ditë para rrëzimit të shtatores së diktatorit, kur bloku i revolucionit shëtiste rrugëve të Parisit. Integrimi, takime me gratë dhe vajzat. Ilir Meta: fuqizimi i gruas është fuqizimi i familjes, i vlerave më të mira të shoqërisë. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, takime në njësitë 1 dhe 2 në kryeqytet. Ilir Meta: LSI kujdeset për vendin, LSI kujdeset për njerëzin, LSI mban fjalën, LSI është një shans për të gjithë. Çfarë kërkojnë shqiptarët nga zgjedhjet e reja? Monika Kryemadhi: konflikti politik është shqetësues, dëmton zhvillimin ekonomik. Petrit Vasili: lëri, force pandalshme dhe energjia e LSI-s në misionin e saj për të ardhmen e vendit. Erisa Xhixho: programi ynë, mundësi punësimi më të mirë dhe një të ardhme më të sigurt. Keiti Mehmetaj: roli i LSI-s për zgjidhjen e ngërçit politik i udhëhequr vetëm nga interesat e vendit. Kryeja qyteti që të shpihet në një epokë tjetër, historia, folklori, traditat dhe kultura. Ilir Meta: dialogu dhe bashkëpunimi, themelet e një të nesërme më të mirë. Panorama Sport: Partizani qull në Shkodër, Cungu të fala Gjicit. Reagon presidenti i Kukësit Armando Tomadi-Përnder që është në vendin e 4. Nëse nuk do kisha folur, Vllaznia s'do mobilizohej. Vllaznia merr një pikë, trajneri jemi nëna e futbollit u dedikoi paragjykuesve. Flamurtari tërbon Gjirokastritët, Tavo do ta tërheqë ekipin. Doriqet Milinković: Starova, jemi vetëm kundër të gjithëve, titulli në këmbët tona. Moviola, Meta dhe Jorgji e bëjnë balt në Shkodër dhe Gjirokastër. Grushte në Tepelen, gjyqtari nuk dëgjoi më nga veshit, dhunohet brutalisht nga lojtarët e Prenjasit, arbitri vloi një Ardit Merdanaj. Egnatia rikthehet pas 10 vitesh në të parën, bindin Tirana dhe Partizani sherr në kryeqytet. Kampion në Azerbajxhan, a gollit titull sakrifice. Mourinho merr hak, Chelsea Contes në presion, Juventus qetësohet zonja, Dybala gati për Barçën, Smajle trem Shqipërinë, gati të largohem. Sport Express: flamurtari i ringjallet, tërmet te luftëtari Milinković dhe Nora nuk vazhdohet kështu. Largohemi, Tavo, nëse nuk kthehen tërheq skuadrën nga gara. Starova akuzon arbitrat Cungu të falagjicit, Vllaznia leksion Partizanit dhe Kukësit. Emini Endena djeg barazimin në Shkodër. Skënderbeu rikthime për kupën, Daja ju dua në sulm. Tirana bardhë blut, gjyqtarët po na dëmtojnë. Kategoria e dytë, Egnatia pa frena, naftëtari me një këmbë në të parën. Bahreini skuqet nga Ferrari dhe Vettel, Mourinho riap garën poshtë Chelsea e Contes.